Horoskopi për javën 12 deri 18 maj 2025. Parashikimi yje për të 12 shenjat. Le të fillojmë me shenjën e parë. Dashi. Java fillon shumë mirë për dashin dhe do të vazhdojë kështu deri të hënën. Gjatë kësaj periudhe do të ndjeheni të lumtur për përfundimin e punëve të mbetura pas, që kanë qëndruar të ngrira për një kohë të gjatë. Ky është një moment i shkëlqyer për të vënë në jetë ato projekte që keni patur shumë kohë në mendje. Partneri juaj do t'ju mbështesë dhe bashkëpunimi me të do të jetë i suksesshëm. Do të keni një rritje të fitimeve në biznes dhe mundësi të reja për të investuar ose për të arritur të ardhurën. Për periudhën nga e marta deri të shtunën ndodhin disa ndryshime. Koha mund të bëhet pak e vështirë me disa pengesa që do të dalin gjatë kësaj periudhe. Mund të ndjeheni të dëshpëruar dhe të lodhur për shkak të mosrealizimit të disa pritshmërive ose punëve që nuk po shkojnë siç i kishin menduar. Ky do të jetë një moment i tensionuar, kështu që është e rëndësishme të tregoni kujdes të veçantë për shëndetin tuaj. Stresi mund të ndikojë negativisht, prandaj sigurohuni që të merrni pushime të mjaftueshme dhe të kujdeseni për mirëqenien tuaj fizike dhe mendore. Nga e dila, situata do të fillojë të përmirësohet. Do të ndjeheni më të qetë dhe më të sigurt dhe një rritje e energjisë pozitive do t'ju ndihmojë të kapërceni çdo pengesë. Ky është një moment i shkëlqyer për t'ju ndjerë të sigurt në hapat që po ndërmerrni dhe për të përqendruar në atë që mund të realizoni me sukses. Merrni kohë për të menduar dhe planifikuar për hapin tuaj të radhës dhe sigurohu që çdo veprim që ndërmerrni në jetë të jetë i bazuar në besim dhe durim. Përfundimisht, kjo javë është e ndryshueshme për dashin, por gjithashtu një mundësi për të rifituar kontrollin mbi jetën tuaj dhe për të realizuar objektivat tuaja. Këshilla e javës është përdorni kohën për të menduar dhe për të mbështetur në besimin tuaj drejt suksesit. Ditët me fat është e hëna 12 maj. Demi. Java fillon me energji të mirë për Demin. Do të jetë një periudhë e favorshme për të përfunduar punë të rëndësishme që janë të ngrira për një kohë të gjatë. Gjatë kësaj periudhe deri të njëjtën pasdite do të keni mundësinë të përmbyllni çështje të hapura dhe të përballoni me sukses problemet që kanë munduar për një kohë të gjatë. Ky është një moment i shkëlqyer për të hedhur hapa të rëndësishëm në jetën tuaj, personale dhe profesionale. Angazhimi dhe durimi do të jenë çelësi për të patur sukses. Po ashtu do të shihni se armiqt do të mundohen dhe do të kapërceni çdo pengesë që mund të keni përpara. Puna dhe biznesi do të ecin mirë. Është një periudhë e shkëlqyer për të bërë përparime. Do të merrni nderim dhe respekt për punën që keni bërë dhe do të keni një rritje të mundësive në fushën tuaj profesionale. Këshilla për këtë periudhë është të përdorni kohën tuaj në mënyrë të zgjuar dhe qëndroni të përqendruar në detyrat që keni përpara. Nga e hëna pasdite deri të hënën mund të ndjeni pak të stresuar. Shpenzimet mund të rriten dhe mund të bëni udhëtime të paparashikuara që do të kërkojnë më shumë burime se sa i keni planifikuar. Ky mund të jetë një moment i ngarkuar dhe ndoshta një periudhë e pakëndshme për të cilën do të ndjeheni të lodhur. Këshilla për këtë periudhë është që të mos bëni shumë shpenzime, si dhe të menaxhoni energjinë që keni. Në përgjithësi, kjo javë është e mbushur me mundësi për të kryer detyrat tuaja të rëndësishme dhe për të përmirësuar pozitat profesionale dhe personale. Megjithatë, bëni kujdes në periudhën e dytë të javës kur mund të përballeni me ndonjë ngarkesë shtesë që mund të shkaktojë ndonjë tension. Kujdesuni për shëndetin dhe ruani ekuilibrin mes punës dhe pushimit. Dita më me fat e javës është e shtuna 17 maj. Binjakët. Java fillon me disa pengesa për njerëzit e shenjës së binjakëve. Pengesat mund të jenë disa faktorë të jashtëm që mund të ndikojnë në përfundimin e punëve tuaja. Ky është një moment i mirë për të kujdesur për shëndetin dhe për t'i dhënë vëmendje të veçantë të moshuarve që keni në familje. Do të ketë një farë ankthi dhe shqetësimi në mendje, por mund të shkaktohen nga situata të papritura ose ndjenja të pasigurive. Këshilla për këtë periudhë është të mbani qetësinë dhe të mos e teproni me aktivitete fizike. Nga e marta deri të shtunën koha do të ndryshojë dhe do të keni një periudhë më të favorshme. Do të merrni lajme të mira që do t'ju ndihmojnë të riktheni besimin dhe moralin. Këtu mund të përfshihen punët apo bizneset që keni më shumë rëndësi dhe projekte të reja. Gjithashtu, mund të bëni plane për udhëtime jashtë vendit, të cilat mund të jenë të frytshme dhe mund të japin mundësi të reja. Është një moment i shkëlqyer për të përqendruar energjitë në detyrat tuaja të rëndësishme. Përdorini kohën tuaj sa më efektivisht për të kujdesur për gjërat që kërkojnë vëmendje të menjëhershme. Nga e dila gjërat mund të ndryshojnë sërish, mund të ndjeni të tensionuar dhe
stresuar dhe mendja juaj mund të jetë e shqetësuar. Do të ketë një farë mosmarrëveshje mes asaj që dëshiron të bëni dhe asaj që mund të realizoni në praktikë. Në këtë periudhë mund të ndjeni të lodhur mendërisht dhe emocionalisht, kështu që është e rëndësishme të ruani qetësinë dhe të tregoni durim. Përfundimisht, java fillon me disa pengesa dhe shqetësime, por ka mundësinë për zhvillim përparim nga e marta deri të shtunën. Gjatë fundjavës do të keni nevojë për të ruajtur qetësinë dhe durimin dhe menaxhuar stresin dhe shqetësimet mendore që mund të lindin. Dita më me fat është e diela 18 maj. Gaforria. Java fillon me një periudhë reflektimi për gaforret. Lëkundjet emocionale ndërthurë me sfida praktike duke kërkuar nga ju një ekuilibër të brendshëm mes ndjenjës dhe detyrimit. Ëndrat tuaja afatgjata që ndoshta keni menduar se janë shumë larg mund të nisë të shfaqin sinjale të vogla konkretizimi, por jo pa përpjekje. Jupiteri me praninë e tij të heshtur do t'ju drejtojë drejt një rritje të ngadalë por të qëndrueshme. Marsi që po largohet nga shenja juaj, kjo mund të sjellë një farë dobësie të përkohshme, por do të pastrojë rrugën për një forcim të brendshëm më të thellë. Nga hëna deri të njëjtën pasdite ndikimi i planeteve nuk është shumë i favorshëm. Mund të keni një tension të brendshëm sikur diçka po ju pengon të ecni përpara. Disa detyra të rëndësishme mund të shtyhen ose të hasin pengesa të papritura. Komunikimi me të tjerët mund të jetë i vështirë, ndaj bëni kujdes me fjalët. Gjendja juaj emocionale do të jetë e paqëndrueshme dhe mund të përjetoni momente dyshimi për vendimet e së kaluarës. Nga e njëjtja pasdite deri të dielën gjithçka nis të ndryshojë. Rrjedhja e ngjarjeve bëhet më e lehtë dhe më e qartë. Do të shihni rezultate konkrete nga përpjekjet tuaja të mëparshme. Detyrat e lëna pezull do të përfundojnë me sukses duke ju dhënë një ndjenjë të madhe kënaqësie dhe përmbushje. Kjo është një periudhë ku ndriçimi i brendshëm do të rritet dhe do të filloni të kuptoni se gjithçka ka ardhur në kohën e vet. Për sa i përket ditës më me fat, Gaforria ka datën 16 maj, të premten. Për luanët, kjo javë sjell një kombinim emocionesh, sfidash të brendshme dhe momente energjie të lartë që duhen kanalizuar me mençuri. E hëna hapet me një ndjenjë të bukur, ngrohtësie dhe afrimiteti që do të ndjeni më të lidhur me familjen dhe ndoshta një mundësi për të kaluar kohë cilësore me njerëzit që doni. Do të ketë hapësirë për argëtim, qetësi shpirtërore dhe madje surpriza të vogla që do t'ju gëzojnë zemrën. Nga e marta deri të shtunën, rutina e përditshme do të marrë më shumë kohë dhe energji. Detyrat e shtëpisë, përgjegjësitë profesionale dhe presioni i pritshmërive të tjerëve mund të bëhen më të ndjeshme gjatë këtyre ditëve. Do të përjetoni ulje ngritje humori dhe ndonjëherë mund t'ju pushtojë një ndjenjë e vagullt pasigurie. Kujdes me fjalët dhe bisedat delikate. Kjo është një kohë kur duhet të dëgjoni më shumë se të flisni. Mos lejoj që krenaria juaj t'ju pengojë të kërkoni ndihmë. Praktikat shpirtërore ose leximi diçka e frymëzuese do t'ju ndihmojnë në qetësimin e mendjes dhe kthjellimin e mendimeve. Nga e diela gjithçka ndryshon në mënyrë të ndjeshme. Do të ndjeni më të lehtësuar dhe më të motivuar. Mund të merrni një mundësi të papritur profesionale ose vlerësim që keni pritur prej kohësh. Projektet e lëna pezull mund të marrin dritën jeshile. Energjia pozitive rikthehet dhe me të dhe besimi në aftësitë tuaja. Fati kthehet në anën tuaj, por vetëm nëse jeni të gatshëm të veproni me qartësi dhe pa hezitim. Mos ke frikë nga momentet e qeta, shpesh aty shihen përgjigjet më të rëndësishme. Për sa i përket ditës më me fat, është e premtja 16 maj. Kalojmë tani tek Virgjëresha. Virgjëresh, java nis me një ndjenjë të thellë qetësie dhe balancimi për ju të shenjës së Virgjëreshës. Dita e hënë do të jetë një frymë e pastër ajri që u mbush me qetësi mendore emocionale. Do të ndjeni të mbrojtur në mendime, të qëndrueshëm në vendimet tuaja. Koha është e përshtatshme për të ndjekur rutina të shëndetshme, ecje në natyrë apo praktika joge ose momente relaksimi në heshtje. Nga e marta deri të njëjtën në mesditë energjitë janë pozitive dhe do të ndjeni se gjërat që keni planifikuar prej kohësh më në fund do të marrin formë. Do të jeni produktiv dhe të respektuar me njerëzit rreth jush, do ta vlerësojnë përkushtimin dhe sinqeritetin tuaj. Kjo do t'ju jap një ndjenjë kënaqësie të brendshme dhe një motivim për të ecur para.
Nga endja pas ditës deri të dielën, koha mund të sjellë disa vështirësi të natyrës emocionale dhe do të ndjeni sikur po përpiqeni shumë, por rezultatet nuk janë të dukshme aq sa dëshironi. Mund të shfaqet një ndjesi zhgënjimi ose pak kënaqësie me ritmin e ngjarjeve. Kujdesuni për shëndetin dhe mos lini pas dore emocionet tuaja dhe të afërme tuaj. Për sa i përket ditës me fat, është e diela 18 maj. Kalojmë tek peshorja. Për të lindurit në shenjën e peshores, kjo javë sjell kontraste, por dhe mundësi të reja për rritje të brendshme shpirtërore. Dita e hënë vjen me energji të buta që do t'ju ndihmojnë të ndjeni më afër vetes dhe të lidhur me njerëzit që ju rrethojnë. Komunikimi do të jetë i rrjedhshëm dhe natyral, ndërsa një mundësi për të nisur diçka të re, qoftë ky një projekt, një bashkëpunim apo një ide kreative, mund të shfaqet papritur. Marrëdhëniet me familjarë do të jenë harmonike dhe një ndjenjë falënderimi do të përhapet në ambientin tuaj të përditshëm. Nga e marta deri të njëjtën në mesditë, koha ju kërkon kujdes. Mund të ndjeni emocionalisht të ndjeshëm dhe të paqëndrueshëm. Biseda të panevojshme ose përfshira në debate të kota mund të lodhin mendërisht. Në vend të kësaj, mbaj një distancë të shëndetshme nga energjitë negative dhe fokusohu ke mirëqenia juaj fizike dhe mendore. Kujdesi ndaj vetes është një akt dashurie, mos e lini për më vonë. Nga endja pas ditës deri të shtunën do të vijë një ndryshim pozitiv, autoriteti juaj do të forcohet dhe reputacioni do të ndriçojë në sy të tjerëve. Kjo është një periudhë e mirë për të përmbyllur detyra të rëndësishme, për të lënë gjurmë me atë që bëni. Do të ndjeni më të sigurt dhe më të pranishëm në vendimet që merrni. E diela mund të jetë një ditë më e turpullt emocionale. Do të ndjeni një konflikt të brendshëm të dëshirës për të vepruar dhe pasigurisë për të bërë hapin e radhës. Mos merrni vendime të mëdha në këtë ditë. Në vend të kësaj, bëni paqe me mendimet tuaja dhe prisni sa të kalojë miergulla. Dita me fat e hëna 12 maj. Akrepi. Kjo javë fillon me një dozë tensioni të brendshëm për të lindurit e akrepit. Ditën e hënë mund të keni ndjenja ankthi apo pasigurie për të ardhmen. Udhëtimet apo ndryshimet e papritura mund të kërkojnë më shumë vëmendje se zakonisht. Është thelbësore të mos veproni nën presionin e momentit dhe të shmangni reagimet impulsive. Ruani qetësinë dhe kujdesuni për gjendjen tuaj emocionale dhe një përkushtim të veçantë ndaj vetes. Nga e marta deri të njëjtën në mesditë, gjërat do të nisin të marrin një drejtim më të butë dhe më të ngrohtë. Do të ndjeni më të lirë në shprehjen e emocioneve dhe do të keni mundësi për të kaluar kohë cilësore me njerëzit që dashuroni. Është një kohë e mirë për të ndërtuar ura mirëkuptimi dhe për të lënë pas çdo ndjenjafaj apo pendese. Çdo hap drejt qetësisë është një hap drejt fuqizimit të brendshëm. Nga endja pas ditës deri të shtunën mund të rikthehen disa sfida të vogla, ndoshta në aspektin shëndetësor apo në marrëdhënie. Mos e lini krenarinë t'ju udhëheq. Një fjalë e ëmbël apo qëndrim i butë mund të bëjë mrekulli në stabilizimin e raporteve me të tjerët. Mësoni të dëgjoni pa gjykuar dhe flisni pa plagosur. Të dielën një ndjesi e bukur shpërblimi ju përfshin, një lajm i mirë, një vlerësim apo një ndjenjë paqe që vjen nga vetë përpjekjet tuaja për t'ju dhënë sigurinë që keni ecur në rrugën e duhur. Do të ndjeheni më të sigurt me veten tuaj, më të qetë në shpirt dhe më të gatshëm për javën që vjen. Për sa i përket ditës më me fat, është e diela 18 maj. Shigjetari. Kjo javë vjen për ju me një përzierje emocionesh, sfidash dhe reflektimesh. Fillimi i javës është premtues. Dita e hënë sjell një ndjenjë gëzimi të papritur, si një dritë që çan mjergullën. Mund të merrni një lajm të mirë ose mundësi e re hapet para jush. Kjo kërkon zgjuarsi dhe besim për ta kuptuar. Lidhje shoqërore dhe kontaktet e jashtme janë çelës për zhvillime pozitive. Nga e marta deri të njëjtën në mesditë, realiteti mund të godasë pak më fort. Udhëtime të papritura, shpenzime që nuk i kishit parashikuar apo lodhje mendore mund t'ju lodhin emocionalisht. Kjo është një periudhë ku durimet dhe përulësia do të jenë aleati juaj më i madh. Mos kërkoni menjëherë frutet e punës tuaj, ndonjëherë rruga e rritjes kalon përmes përpjekjes pa shpërblim të menjëhershëm. Nga njëjtja pas ditës deri të shtunën, gjithçka fillon të marrë formë. Situata përmirësohet, ritmi i jetës bëhet më i qetë dhe do të keni më shumë kontroll mbi ngjarjet.
koha me familjen do të jetë e çmuar dhe e ngrohtë, ndërsa juve do të ndjeni një stabilitet të brendshëm që ju ka munguar. Të dielën ndoshta nuk do të jetë një ditë aktive, por do të jetë dita më sinqertë për veten tuaj. Reflektoni, meditoni, kujdesuni për trupin dhe shpirtin. Një dietë e lehtë, një bisedë e qetë apo shëtitje në natyrë mund të kenë më shumë ndikim se çdo sukses profesional. Jeta është një udhëtim që matet me thellësinë e përvojës, jo me shpejtësinë e arritjeve. Për sa i përket ditës me fat, është e premtja 16 maj. Britsjapi. Kjo javë fillon me një qëllim të qartë për britsjapët, që në hapat e parë të së hënës ndjeni se universi po ju mbështet, duke u dhënë shtysa të fuqishme drejt arritjes dhe suksesit. Energjitë e ditëve të përparshme janë të favorshme për përparim në karrierë, rritje profesionale dhe për të fituar respektin që keni merituar prej kohësh. Një takim i rëndësishëm, një projekt që më në fund shfaq frytet e tij, apo një vlerësim nga dikush me autoritet, të gjitha këto mund të ndodhin këtë ditë. Do të ndjeni të përqendruar, të organizuar dhe të fortë në bindjet tuaja. Nga enjtja pas dite deri të shtunën, ritmi mund të fillojë të thyet. Vijnë disa sfida që kërkojnë durim dhe mençuri për t'i përballuar. Një pasiguri financiare, ndoshta një vendim për një udhëtim ose një shqetësim shëndetësor mund t'ju trazojë mendjen. Por kujtoni se çdo sprovë është një ftesë për të rikthyer ekuilibrin, jo një dënim. Përpiquni të mbani zemrën të qetë dhe mendjen të kthjellët. Vendimet që merren me nxitim mund të kthehen me pengesa më vonë. E diela ju kthen energjinë, një dritë e butë shpërthen përmes rreve të javës dhe ju mbush me shpresë. Është ditë ideale për të reflektuar për atë që keni kaluar dhe për të ndjerë mirënjohje për rrugën tuaj. Marrëdhëniet me të afërmit përmirësohen dhe ju ndjeni sërish kënaqësinë e thjeshtësisë. Një bisedë e sinqertë, një kafe ngrohtë, një përqafim pa fjalë. Jeta ju jep atë çka keni dhënë. Mos lejo që vështirësitë e përkohshme t'ju pengojnë të shihni përparimin tuaj afatgjatë. Për sa i përket ditës me fat, është e diela 18 maj. Ujori. Kjo javë fillon me një intensitet për ujorë, duke kërkuar përqendrim dhe disiplinë përballë një ngarkese të lartë pune. Ju jeni të njohur për natyrën tuaj, mendjen prerë dhe shpirtin e lirë, por tani kërkohet që ky shpirt të kanalizohet në përgjegjësi konkrete. Angazhimet janë të shumta dhe shpeshherë të papritura. Këto krijon ndjesinë se koha nuk mjafton, por mos u nxitoni, gjithçka ka kohën e vet. Lodhja dhe shpenzimet mund të jenë më të larta se zakonisht, por nëse tregoni të kujdesshëm do të shmangni dënimet afatgjata. Nga e marta deri të shtunën vjen një dritë e ngrohtë e qetësisë. Në këtë periudhë, energjia juaj mendore rikthehet në formë dhe ju do të keni më shumë kontroll mbi ngjarjet. Fati ju hap disa dyrë që kishin kohë që prisnin të hapeshin. Kontaktet e reja, mbështetja nga miqt dhe mundësitë për zhvillim personal vinë në rrugë të natyrshme. Është koha të flisni, të shprehni qartë idetë tuaja dhe të ndërtoni rrjete të reja. Kjo është periudha kur fjala juaj dëgjohet me vëmendje dhe respekt. E diela sjell një kthes tjetër, një ngadalësim ritmi që mund të ndihet si barr, por në të vërtetë është një ftesë për introspeksion. Udhëtimet, përgjegjësitë e shtëpisë apo angazhimet e pashmangshme do kërkojnë energji. Por mos e harroni veten në këtë proces. Kujdesuni për shpirtin dhe trupin. Pranoni ritmet e natyrshme të ndryshueshmërisë së jetës, disa ditë kërkojnë vrapim, të tjerat ndalesë. Të dyja janë të vlefshme. Për sa i përket ditës me fat, ujori ka ditën e hënë 12 maj. Peshqit. Kjo javë vjen me një atmosferë që kërkon durim, vëmendje dhe përqendrim. Nga hëna deri të njëjtën në mesditë priten disa vështirësi në rrjedhën e zakonshme të ditës tuaj. Angazhime pune janë më të shumta. Mund të hasni pengesa të vogla që do të testojnë durimin dhe maturinë. Mos merrni vendime të nxituara këtë javë. Gjendja mendore mund të ndikohet nga stresi akumuluar dhe mund të ndjeni të lodhur shpirtërisht. Vetmia e shëndetshme dhe reflektimi janë kyçe për të kaluar me sukses këtë fazë, por mos u shqetëso, gjithçka ndryshon pas së njëjtës në mesditë. Do të ndjeni një lehtësim të dukshëm dhe një energji e re do të hyjë në jetën tuaj. Nga njëjtja pas dite deri të dielën do të jetë e mbushur me mundësi të reja dhe ndryshime pozitive. Do të ndjeni më të sigurt në vetvete, mendja juaj do të jetë më e qetë dhe intuita do të forcohet. Ky është momenti për të ndërtuar projekte të vjetra që kishit lënë pezull. Mund të krijoni kontakte të reja të cilat do të kenë rëndësi për të ardhmen. Për sa i përket ditës me fat, është e hëna
12 maj. Ky është horoskopi për javën 12 deri në 18 maj 2025. Ju urojmë një javë sa më të begatë, suksese në punët tuaja të përditshme, fat në dashuri, shëndet sa më i mirë dhe copëza gëzimi mbushin çdo ditë të jetës tuaj. Ju falenderojmë për vëmendjen, na ndiqni në ditët në vazhdim për horoskopet në vijim.